Mirë se vini në këtë shpjegues. Sot do të gërmojmë në një temë vërtet magjepse dhe të mbështetur shkencërisht. Ndarja thellë mes inteligjencën tradicionale, asaj që marrim nga librat, dhe urtësisë praktike të botës reale. Është një nga ato debate aq të vjetra sa vetë shoqëria njerëzore. Kë duhet të vlerësojmë më shumë? Atë që zotron teorinë e përsosur, apo atë që hyn në një dhomë plot me njerëz dhe e lexon situatën në sekond, duke marrë vendime brillante nën presion? E po, le ta zbulojmë bashkë se si funksionon saktësisht secila prej tyre. Ja se si do të jetë rrugtimi ynë për sot. Do të nisim me ndarjen e madhe të inteligjencës. Do të kalojnë te shkenca pas inteligjencës së rrugës, njohuria e heshtur, pse teoritë e përsosura thjesht dështojnë ndonjëherë, disa prova të forta nga bota reale dhe në fund sinteza përfundimtare. Fillojnë me njëherë. Pika e parë në agjendën tonë, ndarja e madhe e inteligjencës, ose siç mund ta quajmë ndryshe, përplasja e teorisë me realitetin. Për ta kuptuar këtë, imagjinoni pak mjediset ku operojmë. Shkencëtarët e vendimarrjes na tregojnë se inteligjenca e librave shkëlqen në të ashtu quajturat botë të vogla. Këto janë si një lojë shahu. Rregullat janë statike, informacioni është aty mbi tavolinë dhe zgjidhja e duhur thjesht mund të llogaritet. Nga ana tjetër, inteligjenca e rrugës duhet të mbijetojë në botë të mëdha. Këtu jemi në realitetin e përditshëm të rrëmujshëm e të paparashikueshëm. Rregullat ndryshojnë sape mbyll syt, gjithmonë na mungon informacioni dhe i vetmi çelës suksesi është përshtatja e shpejtë. Dhe e dini qarë, kjo nuk është një ide e re. Aristoteli vetë e trajtoi këtë shekuj më parë. Ai bëri një ndarje të famshme mes episteme, që është dija e pastër formale si matematika e pandryshueshme, dhe phronesis, që është mençuria praktike. Kjo e fundit është aftësia jetike për të vepruar saktë në mes të kaosit njerëzor. Aristoteli argumentonte ashpër se kjo mençuri nuk mund të nxjerret kurrë nga një libër, ajo gëdhendet vetëm përmes përvojës dhe baltës së jetës reale. Kalojmë te pjesa e dytë, shkenca e inteligjencës së rrugës dhe si arrim t'i masim këto rregulla të pashkruara të mbijetesës. Psikologu Robert Sternberg na jep një kornizë fantastike këtu, me teorinë e tij triarkike. Ai thotë se inteligjenca ndahet në tre pjesë. Kemi atë analitike, ku jemi mësuar të vlerësohemi në shkollë. Kemi atë krijuese. Por ajo që na intereson më shumë tani është e treta, inteligjenca praktike. Kjo është shkenca se si ne futemi në një mjedis të ri. Gjejmë mënyrën për t'u përshtatur, e formosojmë atë sipas nevojave tona, ose, nëse është toksik, kemi zgjuarsinë të largohemi dhe të gjejmë një vend më të mirë. Kjo është zgjuarsia e vërtetë e rrugës. Tani, mbajuni fort sepse kjo e dhënë është vërtet një hapje sysh. Kërkimet e Daniel Goleman zbulojnë se koeficienti tradicional i inteligjencës, IQ-ja jon analitike, përbën vetëm rreth 20% të arsyes pse njerëzit arrin sukses në jetë. Ku shkon pjesa tjetër? Një masë dërmuese prej 80% mbështetet totalisht te kompetencat tona emocionale dhe sociale. Me pak fjalë, aftësia për të menaxhuar veten dhe për të lexuar me saktësi rrjetet sociale rreth nesh është ajo që lëviz malet. Kjo na çon natyrshëm te seksioni ynë i tretë, njohuria e heshtur dhe intuita. Filozofi Michael Polanyi e goditi shenjën me një frazë tepër të fuqishme: ne mund të dimë më shumë se sa mund të themi. Mendoni pak për këtë. Kur ngasim një biçikletë ose kur futemi në një dhomë dhe ndjejmë menjëherë që ka një tension në ajër, këto janë gjëra që thjesht nuk mund të shkruhen plotësisht si një manual instruksionesh. Është një njohuri e heshtur, një aftësi e fshehur thellë në refleksat tona, e ndërtuar pa u ndier përmes përvojës. Daniel Kahneman, një fitues i çmimit Nobel, thellohet në këtë duke ndarë mendjen tonë në dy sisteme. Sistemi 2 është ai ngadalti, i matur dhe llogaritës, sistemi klasik akademik i cili zgjidh ekuacione. Por zgjuarsia e rrugës ushqehet nga sistemi 1. Kjo është një makineri e shpejtë, automatike dhe thellësisht intuitive. Fal atyre që quhen shënues somatik, ato ndjenjat në stomak apo alarmet instinktive, sistemi 1 na ndihmon të marrim vendime të rrufeshme kur koha është thelbësore dhe nuk kemi luksin e një analize të gjatë. Seksioni 4 e merr këtë ide dhe e përplas drejt për drejt me murin e jetës. Pse dështojnë teoritë e përsosura në kontakt me realitetin? Kjo është pyetja miliona dollarësh apo jo? Pse dështojnë planet që në letër duken absolutisht të patemeta? E vërteta është se të mësosh emrin e një strategjie nuk të bën të afta zbatosh atë, kur gjërat dalin jashtë kontrollit. Iluzioni i dijes ndodh pikërisht atëherë kur ngatrojmë teorinë me djersën dhe kaosin e ekzekutimit të vërtetë. Përgjigjja më e saktë vjen nga fusha e betejës. Teoricieni Karl von Clausewitz na dha dy koncepte madhështore: fërkimi dhe mjegulla. Fërkimi ndodh kur detajet më të vogla, një pajisje që thyet ose dikush që vonohet, bëjnë që një plan i thjesht të kthehet në makth, ndërsa mjegulla është mungesa e qartësisë, ne kurrë nuk e kemi panoramën e plotë.
Pra, të mbjetosh nuk do të thotë i përmbahesh qora si një plan i statik, por të kesh fleksibilitetin për ta përshtatur atë në sekond kur rrethanat ndryshojnë. Dhe ja një goditje drejt për drejt nga Nassim Nicholas Taleb. Vepruesi fiton. Intelektuali flet. Ai e quan këtë lëkura në lojë. Ky koncept do të thotë se të veprueshmit në botën e vërtetë shoqërohet me pasoja reale. Ai që jep mendime nga një zyrë komode pa rrezikuar asgjë të veten, nuk arrin kurrë atë pregtësi mbjetese që fiton një person i cili e paguan vetë çmimin e gabimeve të tij. Komentet nga jashtë fushës nuk i zvendësojnë dot kurrë rrahjet e zemrës atij që është në arenë. Kjo na kalon te pjesa jonë e pestë, prova e botës reale, ku rruga përballet kok më kok me tabelat e llogaritjeve. Kontrasti është mahnitës në botën e biznesit. Merrni si shembull dështimin e PIC të Long Term Capital Management. Këta ishin mendjet më geniale, fitues të çmimit Nobel me modelet matematikore më perfekte, të cilët falimentuan në mënyrë spektakolare, kur bota reale nuk u sol ashtu siç parashikonte teoria. Pastaj hidhni një syrë Richard Bransonit, i cili u largua nga shkolla dhe kishte vështirësi në lexim, apo Sarah Blakely, që shiste faks derë më derë. Ata nuk ishin modele abstrakte, ata përdorën intuitën njerëzore, morën rreziqe, nuhatën mundësitë aty ku të tjerët nuk shihnin gjë dhe ngritën perandorin globale. Çfarë sekretesh përdorin në të vërtet njerëzit me inteligjencë rruge? Ata kanë një mekanik fantastike. Ata zotrojnë aftësinë e lindur apo të fituar për të lexuar motivet e fshehta të dikujt, lundrojnë mes egove dhe statusit të personave pa u lënduar dhe mund ta nuhasin i gënjeshtër nga një milje larg. Aftësia e tyre kryesore është kjo: provojnë diçka, marrin reagimin nga realiteti, përshtaten dhe e provojnë prapë. Çdo dështim është thjesht informacion që i bën më të shpejt në hapjen e radhës. Tani mbrim në aktin e fundit të këtij shpjeguesi, sinteza përfundimtare dhe kapërcimi i kësaj ndarje. Të gjitha këto që tham nuk nënkuptojnë të injorojmë shkollimin. Të mbetesh totalisht në njërin ekstrem është rruga më e shpejtë drejt dështimit. Një teoricien i pastër mbyllet në guaskën e tij, i paralizuar nga analiza, duke krijuar plane të bukura që s'kan asnjë lidhje me jetën. Por kujdes, edhe ai që bazohet vetëm te rruga vuan, ai shpesh është dritë shkurtër, nuk di si t'i rrit gjërat përtej lagjes së tij dhe në mungesë të një morali të strukturuar apo njohjes së një sistemi të gjerë, mund të rrshqas lehtësisht në vendime jo etike ose fatale. Pra, cila është pika e artë? Ekziston diçka që mendimtari Charlie Munger e quan urtësia e botës. Kjo do të thotë të mësosh rregullat themelore, parimet univerzale dhe modelet shkencore nga librat, sepse ato japin një themel solid. Por truku është që më pas, këto mjete t'i marrim dhe t'i testojmë pa mëshirshëm në fërkimin e jetës reale. Nuk është thjesht njëra apo tjetra, është magjia e kombinimit ku teoria drejton veprimin dhe përvoja përmirëson teorinë. Duke e përmbyllur këtë udhëtim të vogël, le të marrim një moment reflektimi të sinqert. A është ajo që studiojmë çdo ditë me të vërtet një përgatitje për përplasjet e botës reale, apo mbushim mendjen thjesht për të kaluar një provim të strukturuar në një mjedis të kontrolluar, apo po ndërtojmë me vedije një arsenal njohurish, të cilat do të na mbajnë gjallë dhe do të na bëjnë fitimtar në mes të kaosit. Në fund të ditës, vlera e një ideje zbulohet vetëm kur zbret nga biblioteka dhe vihet në provë në arenën e vërtetë të jetës. Faleminderit që na ndoqët.